ja gjeti kushërirës dhe i tha gjëra të mira, thash çfarë do më thotë dhe mua, dhe i thash saj, "Ok, hik ti, s'ka problem se rri vetëm unë." Edhe doli kjo, kushërira ime. Kjo shtëpia ku ishte kjo gruaja ishte shumë creepy, domethënë ishte shumë e errët, nuk ishte diçka fare, kishte vetëm sa qirin, kishte shumë mace, dëgjoheshin shumë zhurma kështu rreth për qark. E nëse po nuk më interesonte shumë, mjafton të lexonte dorën. Edhe sa ulem unë aty, më thotë kjo që sa u futet ti tek dera, ndjeva një energji shumë negative rreth teje, ke shumë sy të kanë bërë magji. Ne duhet të heqim magjin ty. Okej, tash bëj çfarë duhet, vetëm mjafton të ma heqësh sepse duhet të mbaj unë kështu magji. Edhe kjo më thotë, "Ok, po do të vish nesër këtu, po do të tregosh askujt që do vish këtu, domethënë asnjë njeriu, as se ku shkon, as se ku je, asnjë gjë, askush do ta marrë vesh se ku do jesh ti kur të vish nesër këtu, se po ta din shpirtrat që e din njerëz të tjerë që ti je këtu, nuk vjen edhe unë sa heq dot magjin." Okej, tash on kësaj do vi nesër. Sa dola jashtë, nuk është se ma mbajti goja, e tregova të gjitha kësaj kushërirës time. Edhe kjo më thot më budalla që më thot se ka dashur të përdori për trafikim seksual. Ua, me vërtet? Trafikim? Po, edhe unë ato momente por ja ti mendoja dhe thash, "Ok, ndoshta ka drejtë se për çfarë duhet vi unë mos ta marr vesh asnjëherë nesër që unë po vi këtu." Edhe pastaj unë nuk shkova fare të ditën tjetër aty tek ajo se kisha frikë, pastaj se kjo më tha hajde vetëm të shkoja unë se kisha shumë frikë. Edhe disa javë më vonë kjo e mbylli fare këtë si vendin, filloi ta mbishte edhe policia se e kishte kështu denoncuar edhe një gocë tjetër. Domethënë ishte vërtet fakti që i ke përdorur të këtë si lloj skeme thjesht për trafiku goca. Po.